Rrëfimi i zbritjes dhe përhapjes së Kuranit. Në errësirën e natës së vitit 610, në shpellën Hira pranë majës së malit Nur, pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, i njohur me titullin Elemin, për ndershmërinë dhe sinqeritetin e tij, përjetoi momentin që shënoi fillimin e shpalljes hyjnore. Që një kohë kur Mekën e kapërcyen ignoranca dhe politeizmi, fiset e ndryshme adhuronin statuja dhe forca natyrore, duke i humbur lidhjen me Zotin e vetëm. Tërheqja në shpellën Hira ishte për të një mënyrë shpëtimi nga zhurmat e tregjeve dhe intrigave, një përpjekje për të gjetur qetësinë shpirtërore dhe bashkësinë me Krijuesin. Një mbrëmje nëntori, ndërsa pejgamberi meditoi në vetminë e tij, drita hyjnore përhapi hapësirën dhe meleku Xhibril, shpallësi i sekreteve hyjnore, u paraqit me madhështinë që i përket robit të dijes së Zotit, me një tingull që përzinte butësinë dhe autoritetin. Ai i urdhëroi 3 herë: Ikra, ikra, ikra. Lezo, lezo, lezo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me bërulësi: unë nuk di të lexoj. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lezo me emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Duke transmetuar ngrohtësinë e fjalës hyjnore, këto fjalë u bën ajetet e para të surës El Alaq dhe shënuan hapjen e asaj që do të bëjë Kurani. Fjala e Zotit e përmbledh në 114 sure dhe afro 6236 ajete. Shpallja vazhdoi me 23 vjet, me mënyra dhe rrethana të ndryshme. Herë Xhibrili vinte në formë madhështore me lajke, herë thjesht e dëgjonte pejgamberin brenda shpirtit pa shfaqje të dukshme, dhe herë sipas transmetimeve të sakta e shfaqte vetëm një pamje njerëzore në shpjegim të rrethanave të veçanta. Çdo ajet, secili varg i shpalosur, ishte i lidhur ngushtë me ngjarje konkrete, nga tresa midis tregtarëve, çështje familjare, betejat e hershme, puna e jetimëve apo dhe urdhri për faljen e natës, e sidomos për brenda momenteve kur komuniteti i vogël musliman kërkonte forcën dhe udhëzimin hyjnor. Në Mekë, shpallja e hershme përqendroi kryesisht në bindjen për unitet, në Zotin e Madhërisëm, në besim, në paralajmërim për jetën tjetër dhe në përballimin e politeizmit, duke e shmangur dhe duke larguar këtë dukuri të politeizmit. Aty u shpallën sure dhe ajetet të cilat ishin emocionale dhe thirrse për reflektim mbi krijimin e qiellit dhe tokës, për mëshirën dhe drejtsinë e Allahut dhe për fatin e shkatërshmërinë e atyre që mohojnë. Tema si ndihma ndaj të varfrit, bonjakut, mbrojtja e jetimit dhe thirrja për drejtësi u përsërisnin si motivet kryesore të periudhës mekase. Pas hijrës në Medinë, shpërnguljes në vitin 622, shpallja mori një dimension të ri, duke sjellë udhëzime ligjore dhe sociale. Ajetet medinase përmbledhin rregulla për martesë, trashëgimi, drejtësi, marrëdhënie ndërmjet besimtarëve dhe komuniteteve tjera, ligjet e luftës dhe paqes dhe detajet e ritualeve, praktikave, si dhe namazi, agjerimi i Ramazanit, zakati, haxhi, dispozitat për shembull urdhri për namaz peskove si një obligim. Pastaj u sqaruan pozicionet e faljes, recitimit dhe kozgjatja e secilit recat. Në këto vite në drejtimin e Resulullahit ton sallallahu alaihi wasallam, komuniteti i dëshmitarëve të parë, sahabët, shokët e tij, regjistronin shpalljen në një numër mënyrash. Disa sahabë si Xhabir ibn Abdullah shkruanin në gjethe palme, të tjerë si Abdullah ibn Mesudi marrin mësime brenda kujtesës, memorizonin. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e Resulullahut, mbante në mend shumë ajete me shpjegime kontekstuale dhe të ngjarjeve faktike. Kështu përjetuhej kirajeti. Ai nuk ishte thjesht recitim, por një lidhje direkte me rrethanat e shpalljes dhe me interpretimin parësor. Kur Resulullahi ynë sallallahu alaihi wasallam përfundoi misionin e tij dhe u nda nga kjo botë në vitin 632, kishte lindur një nevojë urgjente për të unifikuar të gjitha fragmentet. Halifi i parë Ebu Bekri, me këshill të Umirit dhe të Aliut radhiyallahu anhuma, ngarkoi pra Zeid ibn Thabitin, i njohur për aftësinë e tij të shkrimit dhe të kujtesës, me detyrën të mbledhurit të ajeteve të shpërndara në copa lkure, palme dhe kujtesën e sahabëve. Me rigorizitet të lartë shkencor, ai krahasoi regjistrimet me recitimet e drejtë për drejtë të sahabëve, duke siguruar që nuk mungonte asnjë fjalë dhe as nuk shtohej gjë. Dhe ata ishin meritorët e paraqitjes së këtij mushafi të parë, konsideruan detyrë hyjnore rujtjen e çdo varku pik për pik. Megjithatë, rritja e umetit solli me vete sfida të tjera, variantet dialektore në recitim, ndryshimet minimale në shqiptimin e disa fjalëve dhe renditjen e ajeteve në disa sure.